Fajin kryesor dhe përgjegjësinë kryesore e ka Albin Kurti edhe vetë vendosja në këtë proces dhe në këtë dramë, sepse me të vërtetë e kemi thonë nga fillimi që nëse ata dëshirojnë mi zgjedh institucionet edhe ma mirë me thonë me konstituu institucionet, sigurisht që duhet të flasim me një gjuhë unifikuese dhe duhet të flasin edhe me partneritet, e ju me nënshtrim. Deri dje thanë që kanë pas numrat. E kena numrat për qeveri. Ndërsa, kur edhe ne të kalun vetë edhe i natët tona, edhe pse ishte vështirë me votu Demal Bashën për kryetar kuvendit, ata u dëshmun tash sfundmi që nuk i ka pas numrat as për konstituimin e kuvendit, por as për qeverinë. Dhe ardhja një mandatari tjetër, propozimi për kandidat për kryeministër, politik, partijak, nuk është qëllimi i tyre zgjedhja e problemit, nuk është qëllimi i tyre miratimi i buxhetit, por është vetëm për shfaqsim dhe largim të vëmendjes së problemeve të përditshme.